Pyetja numër 3, Eliona. Pse i deformon fjalët që thot Benita te Klodi dhe lëndrimi me qëllim që ata t'i dalin kundër? Okej. Unë i deformoj fjalë që i fol Benita. Po, pse i deformon fjalët që thot Benita te Klodi dhe lëndrimi? Do me thonë, fjalë që ty t'i thot Benita, si pas publikut, ti i deformon kur na i tregon, i catch transmeton, te unë edhe Klodi. Atëherë unë nuk e shoh vetë si dikush që deformon fjalë ose jo për kundrazim. Unë si të mirë, si të keqë nuk mundun asnjërin me hek, që njëri ka pak atë botë kuptimin e vetë dhe mundet me ndodhë që ti e kupton një fjallë dhe e percepton në botë kuptimin tonë dhe e percepton ashtu. Ajo është një gjatë tjetër atë që unë e deformoj fjallë ose muhabete të Benitës ose të kujdo të qoftë, për me nëzit dikon, jo asë edhe njëherë, asë që e mendoj, asë që s'podish në qëfar situate pas ka ndodhë kjo, që unë e kom synimin me nëzit lëndrimin ose edhe Klodin kundër Benitës asa jo. Realisht në të thështë që hish shumë, nejse. Po edhe ti... Po, unë e cek, po realisht puna është ma shumë Klodi Benita, po adem pyetja ka arë që edhe për mu. Asa jo nuk qëndron, për kundrazi unë shumë shpesh, unë kom qef mu përball me Benitën vetë kër e kom një problem, një gjatë cila shumë rallë ndodhë, fatkeqësisht, edhe pse e kërkoj, po nuk s'pe kuptoj. Okej, do me thonë, ty nuk... Unë menoj që publiku e Eliona dhe Benitën ishte njëjtë.